Morning njerëz, si jeni? Sot është festa baby shower. Ora është 6:53 minuta. Sa po jam vesh, kam krye flokt dhe do baj disa gjana gati që t'i fus në makinë, se do më duhen t'i marrë me veti, dhe gjoja por që do bëjmë është të shkojmë tek Herjula me gadit flokt. Dhe që nga aty fillon dita jonë e gjatë, e lodhshme, e bukur, me të gjitha, por ju do marr hap pas hapi. Tu janë disa nga gjërat që do na duhen: mu, dhurata, biskota, lojra, pije, dhe kemi edhe të gjëra tjera që do I marrim më vonë. Press again. That big one. Put it in the front hamper. Serena lo si kukull. One by Serin one. si kukull. One by one. Just put it straight. E poi chi fia? Flow break. No! Mommy! Lily's not typing up! Try to tie it up, Lily. No. Yes, please. Lily, we need to... Sa po kemi mburrit, po presim edhe 3-4 minuta se jena herët, dhe besoj do vinë, nuk të vonojnë, të s'kemi kohë. Dhe do I tregoj se si do luket luku. Pastaj do filloj me make-upin, dhe kështu me radhë, ma mor zoni, po ma mor zoni. Do gaditet zoni. Thoj ti kena bë tek Alba. Edhe ka ngenë shumë ditë të lodhura, siç po ju thoja. Kemi organizu lojra, ide, dekore pothuajse gati, catering. Do me dal shumë bukur, por që betohem që është një stres t'i papa mu marrë me festet e tilla, më duk veta sikur jam t'u martu me gjitha të organizim. Por, besoj se do ja vlen, besoj se do kënaqemi, dhe unë mora një mësim që të mos organizoj me festat e tilla sepse nuk janë për mua, si një detajiste që jam, nuk janë për mua. Nëse nuk I baj të na vetë, që I kam bë të na vetë për mendimin e tjerëve, po pa tham të na vetë nga ajo të gjëja, nuk E din. Por që faleminderit Zotit, gjitha vajzat e gjitha bizneset që kanë bashkëpunu me mu janë vajzat të shkëlqyera, so ma kanë bë punën më të lehtë, edhe pse ka kenë stres I madh. Nëse bebushja nuk pushon, gjithë ditën lëviz. Edhe mezi po I presim që t'na vi. Jam 27 javë 2 ditë, sa po kam hinë trimestrin e 3 në muajin e 7, dhe do Zoti edhe këto javë ikun mirë. Hajde një tash. Sa po kam marrë shtëpi, flokti kena bëm, do I shihni prapë të ndame, por tash që kena nisë me make-upin. Kemi fillu me rështu gjanat më shqetësër. Oh my god, edhe sina gati. Atë ja fustoni jem. Foto video. Gjove? Andro. Tu këtë veri si e kameraman një dasëm.
Mos luj! Luiz! Luiz, mos luj! Jo, moj! Hajde, po çon këmbë që vi dru. Jepe! Fort! Trek, ka, ti ka, trek. Jo. Sei muito bem, por. Capite por. No, vai tonne. Okay. Jo, Jo, du kontent, No, heute spielt. Ja. Hey, bedanke dort. Mann, Bravo! Te dam në mbrapën. Unë me di ma firit në zore. Ja, atë. Edhe një para kam së hapër. Për mos më një hapi kam tash. Go Alba! Go Alba! Go get time with Big Brother. E treta e trupe. Goli ja, se një herë. Ai un kam një të brenda dhe s'do m'bjerë. Hajde Loda! Ashtu kishin të dy. Thuj kush je edhe çfarë me mendon? Unë jam Bora dhe mendoj se do ta ketë Lina. Lina? Okej. Ti tha se Lina? Sigurt. Hajde. Unë jam Nada dhe mendoj që do ta ketë emrin Luna ndoshta. Po jo, bie ti në dy shumë bëj pauzë. Edhe ti Luna. Mendoja. Okej. Unë kam emrin Maria dhe mendoj do ta ketë emrin Leandra. Okej. Edhe unë. Edhe ti? Unë jam Olca, mendoj që ka emrin Luna. Okej. Kush do ketë një tjetër? Tjera të dini. Okej, fine. Ja ti do me tha me bo fest. Edhe je kryesorja dhe mbyll derën. Kush është ky që prit për shembull? Varet kush është ky? Këto. Këto janë të ratat njerëz, kam edhe ca lule atje mrapan. Dhe do I hapim gjitha bashkë tani, një e nga një. Pash me Arlun se mezi ka prit. Deri këtu kemi bërritur me gjendjen. Me kapi është ende I bukur. Flokti ka më skill. Kaçorrelat janë ende në gjendje. Shumë të mirë. Kamera juat shumë. Okej, më mirë. Të shkoj të bëj një vask. Dhe këtu përfundon video jeme për ju. Në vlogun tjetër do flas edhe për doratat, edhe se si ka shku çdo gjë. So shihemi në part 2. Thank you shumë.